Tensionet mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Londrës zyrtare duhet të jenë thelluar pas reagimit publik të presidentit amerikan, i cili ka shprehur zgënjim për çndrimin britanik lidhur me ndërhyrjet ushtarake ndaj objektivave iraniane. Duke folur me një komunikim telefonik për mediat britanike, Trump tha se nuk kishte imagjinuar që Mbretëria e Bashkuar do të mbante një rol kaq të tërhequr, duke theksuar se bashkëpunimi mes dy vendeve nuk është më në nivelin e dikurshëm. Sipas tij, kryeministri Starmer nuk ka ofruar mbështetje në momentet kyçe të operacionit, çka për Washingtonin përbën një mungesë solidariteti mes partnerëve strategjik. Këto komente vijnë në një kohë kur administrata amerikane po kërkon koordinim të gjerë ndërkombëtar për të frenuar kapacitete ushtarake të Teheranit. Nga ana tjetër, vetë Starmer ka mbajtur një shëndrim më të kujdesshëm përpara Dhoma e Komunëve. Ai deklaroi se qeveria britanike nuk mbështetet ndryshimin e regjimeve përmes ndërhyrjeve ajrore, duke nënvizuar se Londra synon të shmang përfshirjen direkte në ofensiva. Fillimisht autoritetet britanike refuzuan përdorimin e bazave të tyre për sulmet amerikane, megjithëse më pas lejuan përdorimin e tyre vetëm për veprime që i cilësuan si mbrojtëse. Kryeministri theksoi gjithashtu se vendi i tij ka nxjerrë mësime nga ndërhyrjet e kaluara ushtarake, duke ju referuar indirekt përvojës së Irakut dhe për këtë arsye nuk dëshiron të përfshihet në sulme të drejtpërdrejta. Në kontrast me kritikat ndaj Londrës, Trump rezervoi fjalët pozitive për Francën, duke e vlerësuar si një nga partnerët më bashkëpunues në këtë situatë. Këto diferenca qëndrimesh mes aleatëve perëndimor tregojnë se kriza në lindjen e mesme po sjell përçarje të reja diplomatike, duke vënë në provë unitetin tradicional të bllokut transatlantik.